Thot në këtë dunja është përgjakur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sa ngjarja ka të bëjë me 3 njerëz nga Benu Israilit, i popujve të mëhershëm. Këta 3 thot Allahu ka dashur me isprovu. Edhe kështu është ligji edhe suneti Allahut, me isprovu robët e tij. Njerëzit në këtë botë dëshpërohen vetëm për këtë arsye, se nuk duan të sprovohen. Kanë qef marrë në dunja, me jetu mirë, edhe sa më larg sprovohen. Mirë po pejgamberi alayhis salam po na thotë që Allahu don me isprovu robët e tij. Thot Allahu në surën Mulk, thot alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tha Allahu është ai Allahu i cili e krijoi vdekjen edhe jetën. Për çka o Zot? Liyabluwakum, t'ju sprovoj juve. Ayyukum ahsanu amala. Cili për juve jeni më vepërmirë. Pra vetë fakti që ne jemi në këtë botë, jemi ardhur për me u sprovu. E një pjesë e muslimanëve dëshpërohen në momentin kur Zoti i sprovon. E kemi përmend thënien e atij dietarit të famshëm dhe të njohur që ka thënë: "O ti vëlla musliman, në këtë dunja në të cilën je ti, është përgënjeshtruar Nuhu për 950 vite. Në këtë dunja Ibrahimi a.s. është hedhur në zjarr. Në këtë dunja ju ka vendosur thika në fytyn e Ismailit. Në këtë dunja është përgënjeshtruar Musa edhe ka ikë për vendit e tij. Në këtë dunja është mbytur Zekeria edhe Jahja. Thot në këtë dunja është përgjakur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tash ti po pret që dunjaja të të bardh mbi supe, ti po pret që këta të dërguar të Zotit, të dashur të Zotit, që i kanë sprovu me sprova të randa, tash ti pret që dunjaja, ty edhe mu, mos më na i prish të rezin hiq, edhe me jetu të qetë edhe larg sprovave. Kjo është një gjë e pamundshme.